Shqipëria është destinacioni trendi i pushimeve të kësaj vere, kështu shpreh Agjencia e njohur e udhëtimeve Travel of Path në një shkrim të veçantë për vendin tonë. Agjencia e njohur e udhëtimeve Travel of Path e veçon Shqipërinë si destinacionin e pushimeve të kësaj vere. Në një shkrim të veçantë, ajo thekson se Italia dhe Greqia mund të duken joshëse, por çmimet kanë shkuar në nivele tronditëse. Ndaj kjo agjenci nënvizon se fqinji i tyre, Shqipëria është kthyer në pikën e re turistike të Evropës këtë verë. Për vite me radhë, Shqipëria ishte sekreti i Europës, por tashmë është zbuluar. Riviera shqiptare në jug të vendit është, dhe kjo nuk është me egzagerim, jashtëzakonisht e bukur. Thuhet në shkrimin që veçon Sarandën dhe Ksamilin me plazhe madnice dhe shëtitore plot jetë. Sipas saj, Shqipëria nuk ka vetëm natyrë, por edhe histori me disa prej vendeve që janë pjesë e trashëgimisë së UNESCO-s. Travel of Path shkruan se këto nuk janë vetëm ndjesi, por edhe shifra. Ajo citon Organizatën Botërore të Turizmit, sipas të cilës Shqipëria pati një rritje prej 53% të turistëve të huaj në 2024 krahasuar me vitin e kaluar, duke e bërë vendin tonë një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në planet. Në fund, turistëve të huaj u thuhet të mos shqetësohen sepse Shqipëria është jashtëzakonisht mikpritëse dhe konsiderohet si një vend gjithësisht i sigurt për të gjithë udhëtarët.